Ish-ministri i Shëndetësisë Nikola Todorov i ka shpëtuar sot një sulmi të armatosur para ministrisë. 57 vjeçari Lupço Stojanovski nga Velesi, përndryshe gjyshi i Tamarës së vogël, e cila vdiq duke pritur Ministria e Shëndetësisë t'i aprovon udhëtimin një shtetit për shërim, ka shtënë me armë ndaj ish-ministrit, por Todorov ka shpëtuar pa lëndime. Policia ka dalur me një herë e ka arrestuar sulmuesin, ndërsa ministri i punëve të brendshme Oliver Spasovski ka dënuar sulmin. Ka reaguar edhe kryeministri Zaev dhe lideri i VMRO-DPMN-s Nikola Gruevski. Ish-ministri i Shëndetësisë i Maqedonisë Nikola Todorov është qelluar me armë zjarri përpara Ministrisë së Shëndetësisë në Shkup. Autori i dyshuar i këtij atentati është 57 vjeçari Lupço Stojanovski nga Velesi, gjyshi i Tamaras, që vdiq duke pritur që Ministria e Shëndetësisë t'i aprovon udhëtimin jashtështetit për shërim. Ai tashmë është dërguar në polici, ku është marrë në pyetje. Ministri i Brendshëm Spasovski thotë se atentati është pasojë e humbjes së besimit të qytetarëve, se drejtësia do të vihet në vend nga institucionet e shtetit. Ai u apelon qytetarëve të lënë institucionet të veprojnë e të mos marrin drejtësinë në duart e veta. Dënoj të gjitha veprat penale, por do të ndërmarr të gjitha masat që qytetarët të kthejnë besimin në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Institucionet duhet të punojnë në interes të qytetarëve. Nëse ndonjë bartës funksioni ka bërë vepër penale gjatë kryerjes së funksionit, kundër tij duhet të ngrihet vepër penale me objektivitet, por edhe duke respektuar prezumpcionin e pavajësisë. U bë thirrje qytetarëve të mos ndërmarrin aktivitete me të cilat rrezikojnë jetën e tyre dhe të qytetarëve të tjerë. VMRO ndërkohë ka akuzuar LSDM-n për atentatin ndaj ish-ministrit Todorov. Овој обид за убиство не дојде ниту случајно, ниту без подготовка на атмосфера за тоа. Atë nuk është e rastësishme dhe këtë e vërteton fakti se së pari është vendosur bombë në shtëpinë e prindërve të Antonio Miloshovskit, më pas është demoluar makina e Gordana Jankulovskës, ndërsa sot ka pasur tentim për të vrarë ish-ministrin Nikola Todorov. Edhe gjatë ndryshimit të pushtetit në zgjedhjet e 2002-shit, LSDM-ja ka përdorur të njëjtat metoda. Shumë persona nga udhëheqësia e VMRO-s janë në nënkërcënim dhe kjo vepër mund të përsëritet. LSDM nga ana tjetër u kërkon qytetarëve t'u besojnë institucioneve.